Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës nga unë Tirona Lili. Fillimisht një herë të gjithëve ju uroj që të kaloni një të shtunë të bukur, një të shtunë të mbarë. Një të shtunë me energji të bukur, një të shtunë me energji pozitive, të mendojmë pozitivisht, të mendojmë me qetësi. Sepse në fund të ditës, ne bëhemi ato që mendojmë. Me thënë, atë që ne mendojmë atë bëhemi. Ditën e sotme do ta nis pak më me melankolizëm, do ta nis pak më me dashuri. Do të flasim për një ambient që gjithmonë i është kushtuar dashurisë. Do të flasim për një ambient që gjithmonë i është kushtuar propozimeve për fejes, propozimeve për martesë. Një ambient që ka dëgjuar shumë deklarata të forta dashurie, por edhe një ambient që ka parë shumë lot. Një ambient që ka parë zemra të thyera, një ambient që ka parë zemra të dashuruara, njerëz të ashtu quajtur me fat edhe pa fat. Që është e veçantë, e kam thënë gjithmonë, që është një vajzë e cila di t'i këndoj baladat, baladat i flejnë në shpirt, baladat e sjellin këtu ku është, dhe kjo është arsyeja pse ajo shëndrit në për balada është pikërisht Egli Tako. Egli Tako ka përzgjedhur që këtë fundjavë ta kaloj në Turqi, në Stamboll, pranë urës së Bosforit, pranë urës ku dashuria ka mbizotruar, pranë urës ku janë kënduar qindra e mira këngë të dashurisë, të respektit, të vlerës njerëzore. Dhe Egli Tako i ka kushtuar një relaks vetes së saj. Në fakt, në qoftë se ne kemi punë të ngjeshur dhe i themi vetes ku do shkojmë të qetësohemi, më njëherë na kujtohen këto vendet që kanë shumë melankolizëm, që kanë shumë romanticitet brenda saj. Tani nga zemra, unë do kisha dashur që Egli Tako të udhëtonte drejt Turqisë për të realizuar një videoklip, për të realizuar një këngë, për të realizuar një projekt të bukur. Por ndoshta Egli ka shkuar për qetësi. Egli duket shumë e lumtur që ka vizituar Stambollin, do me thënë, për të gjithë ju që ta kuptoni, Egli ka përzgjedhur që pas të gjithë lodhjeve, pas të gjithë ditëve të ngarkuara që ajo kalon, të udhëtoj drejt Turqisë, të argëtohet në Turqi dhe të shijoj kënaqësinë që falën Stambolli dhe ky vend i bukur pranë urës së Bosforit. Tani ato të cilët kanë qenë e kanë vizituar urën e Bosforit e dinë se për çfarë vendi bëhet fjalë. Egli duket shumë e lumtur, duket shumë e kënaqur, duket shumë happy. Do me thënë në sytë e saj e shikoj vajzën të realizuar. Në sytë e saj e shikoj që ja vleti sakrifica që pikërisht Egli bëri, ja vleti shumë, ja vleti lodhja që Egli bëri, dhe sot është më krenare se kur, sot është më e lumtur se kur, me gjithë këtë arritje të madhe që ka bërë. Me patjetër që Egli të mërkurën ka regjistruar episodin e radhës në Yes Day, një format që ka ardhur tepër i fuqishëm tek shqiptarët dhe më pas ka udhëtuar drejt Turqisë. Tani pse Egli lidhet me këto vende dhe pse Egli në fakt e tërheqin këto vende, për mendimin tim, gjithmonë do t'jap mendimin tim, këngëtarët që anojnë shpirtërisht më së shumti në balada, që i këndojnë më së shumti dashurisë, që i thurin tekste, vargje, dashurisë, janë këngëtarët që më së shumti preferojnë dhe i gjejnë vete në këto vende. Do me thënë i jetojnë realisht këto vende. Dhe Egli Tako, duke e ditur ne se çfarë shpirti melankolik edhe romantik ka, jam i bindur që këto vende e shijojnë dhe relaksojnë pafund, por pranë urës së Bosforit, në Stambollin e bukur, në Stambollin e dashurisë, në Stambollin e emocionit,
jam shumë i bindur që Eglit do t'i vinte dhe do t'i vi një frymëzim për të shkruar një tekst pranë atij ajri të bukur, asaj ere që po fryn ngadalë dhe ë imagjinata e një artistit atje zhvillohet më shumë. Do me thënë, unë kam qënë, e kam vizituar vetë dhe më besoni, është një vend parajs, është parajs e vërtet. Dhe pikërisht Egli, ndoshta nga Stambolli i bukur, do të na vi me një forcë për të na kënduar një balad të një dashurie, për të na rikujtuar momentet saj në Big Brother, pasi që baladat e Eglit apo këngët e Eglit gjithmonë kanë marrur epitete se po i këndohet kësaj gjës, po i këndohet asaj gjës, po këndohet për këtë X fenomenin rastin, do me thënë, gjithmonë kanë qenë baladat etiketuara, do të thënë kanë qenë baladat e etiketuara me diçka. Dhe unë uroj që Egli Tako një herë të jetë argëtuar, do të thënë me patjetër që ka qenë me njerëz të saj të afërt të zemrës, me miqtë të saj, do të thënë ka shijuar momente, uroj të jetë kënaqur në Stamboll dhe të na vi më e frymëzuar se kur. Egli nuk është se ka postuar shumë momente nga Turqia, ndoshta të poston në vazhdim, por atë që e ka postuar, do të thënë, duket shumë e lumtur dhe duket shumë e ndjerë. Ne do vazhdojmë që ta ndjekim Eglin, nesër e kemi me patjetër në transmetim, sepse emisioni i SDI nuk është live, do të thënë xhirohet, do ta kemi në transmetim, por më pas do të shohim edhe projektet radhas të Eglit, sepse nga informacionet që kam unë, gjithmonë jo zyrtare, Egli Tako është gati për të sjellur disa projekte muzikore që me patjetër do të na bëjë të fasionohemi pranë saj, siç na ka bërë me projektin së bashku me Angelon, ka qenë diçka domethënë glamuroze. Edhe pse kënga mori shumë vëmendje, kënga mori shumë shikueshmëri, mori shumë klikime, u mirëprit bukur nga publiku, duart trokit bukur nga publiku, dhe kjo këngë i dha Eglit një vizion krejtësisht ndryshe, domethënë na erdhi Egli edhe më bukur. Egli çdo ditë tregon që është një artiste shumë dimensionale, tregon që është gati për të ngjitur në skena edhe më të forta, edhe pse domethënë njerëzit e suksesshëm fatkeqësisht e ne komentojnë keq, por Egli na ka bindur me lëvizjet e saj, me veprimet e saj, që është një vajzë me plot kuptimin e fjalës. Do me thënë, është një vajzë që gjithmonë bën gjërat të mrekullueshme, bën gjërat fantastike. Unë uroj që Egli të kalon bukur, ne do takohemi sërish së bashku, ju e dini çfarë duhet të bëni. Subscribe në kanalet tona dhe më përshkruani këtë udhtim të Eglit.